me Bobo Prince dhe Yasin Henahen, lojtarët e Kastriotit, të njërit prej klubeve më me tradit në vendin tonë. Duel në kryeqytetin e handbollit dhe të jenë në finale të fitojnë një trofe si vjetë. Të shohim se do ta shfrytëzojnë e përsi numerike lojtarët e Kastriotit tek sera. Kjo mundësi për lojtarin brazilian dhe pa tjetër që realizon aty Yasin. I dha topin tunisianit. Vetëm një gol për para është skuadra e Raovesit dhe tani e barazon rezultatin Yasin. Goli dytë personal i Yasin prej se hyri në lojë, bëri shumë për skuadrën e tij, duke u liruar. Teixeira, një pasimanash, goditja nga Yasin, realizon lojtarin nga Tunizia i jashtëzakonshëm goli tretë në Yasin Henahen, Yasin 3-2, realizon Kastrioti. Kastrioti është në finale, por se çfarë emocione! Henahen nga Tunizi, derisa tek besa janë egjiptianët Kamis Ahmed Hamed, më pas kanë poshtur Trepçën 41-25, derisa besa Fangas e kanë poshtur Llapin 29-27 minuta. Edhe një mundësi tjetër tani më për pejanët, por ndërpritet përkohësisht ky aksion. Mbrojtje mjaft në momentet e fundit u bllokua tentimi. Vazhdon presionin Kastrioti. Tani mundësia Henahen dhe 5-2. I kuadrimi i tij në lojë ka bërë të vetën. Yasin Henahen është një handbollist tashmë i dëshmuar në vendin tonë. Duhet shpejt ta përbyllim këtë aksion pejanët pasi mund të jetë tani është rasti, ja, mundësia dhe po, normalisht Felipe Teixeira realizon goli dytë për handbollistin nga Tunisi. Me njëherë reagon atje nga krahët shumë mirë. Fantastik është Yasin Henahen për të shënuar Kastriotin dhe barazuar rezultatin. Vetëm të shohim, ka një dim serioz atje. Një mundësi tani për Henahen, e pace sa bukur. Është i jashtëzakonshëm Yasin Henahen. Goli i tij i katërt normalisht. Kur kanë kaluar 11 minuta lojë nga pjesa e dytë. Tani Yasin Henahen e gjen recetën për të realizuar dhe për të barazuar sërish rezultatin 21-21, goli 5. Kastrioti është fituesi i Kupës së Republikës së Kosovës. Gëzimi pa përshkrueshëm në palestrën Bill Clinton në Ferizaj. Së gjithash për shkak të asaj që ka shfaqur në parket duke fituar qoftë ndaj Raovesit në atë ndeshje që edhe kryetari i qytetit të Ferizajt Tagim Aliu e dhurojnë këtë trofe dhe normalisht festa tashmë është tërësisht e skuadrës së Kastriotit. Një festë e jashtëzakonshme, një festë që përjetohet me emocione, një festë e cila do të jetë si do